I tha engjëve për të tregu vlerën e njeriut, bëjni sejdë Ademit. I madhi Zot mbasi e krijon Ademin, i thot engjëve dhe parisë engjëve të lartë, jo gjithë engjëve, sa të janë me miliarda, me triljarda dhe madhorojnë Zotin e gjithësisë dhe kryjnë funksione ndryshme në univers dhe jashtë saj. I madhi Zot thiri elitën e madhe të engjëve, thiri Xhebrail Eminin, Mikailin, Israfilin, edhe engjëjt e tjerë që janë elita e lartë, brenda këtyre ishte edhe shejtani mallkum, i cili ishte në atë kohë në rregull dhe jetonte me elitën e lartë të engjëve. Dhe mbasi e krijoi Ademin, mbasi ja nështroi tokën dhe gjithë universin, mbasi i tregoi se sa i mirë është ai me njeriu, i tha parisë së madhe të engjëve bëni sejdë. Sejdja është madhërimi më i lartë që ne i bëjmë Zotit, por engjëjt edhe iblisi, shejtani ishte për t'ia bërë për respekt, jo për adhurim. Ne ja bëjmë Zotit gjithësisë, vëllezër dhe motra që na ndiqni edhe që jeni këtu bashkë me ne, nuk ka gjë më të bukur se sa t'ia bësh Zotit sejdën. Pra ti nështrohesh kujt vetëm Zotit. Ka njerëz që thonë, jo, më nuk përulem unë. Nëse s'do t'i përulesh Zotit gjithësisë, do i përulesh pasionit tënd. Nëse s'do i përulesh pasionit tënd, do i përulesh njerëzve të tjerë. Prandaj kush i përulet Zotit, si përulet askujt më. Kjo është identiteti, pavarësia, kuptimi më i madh i kësaj bote. Dhe Zoti gjithësisë entel i tha engjëve për të tregu vlerën e njeriu, bëjni sejdë Ademit.